Kryeterroristi i Banjskës Milan Radojčić po vepron lirshëm nëpër Serbi, e kjo dëshmohet edhe nga pamjet e bëra publike ku ai shihet të jetë angazhuar në sigurimin e presidentit serb Aleksandar Vučić në tubimet e tij politike. Videot janë bërë virale nëpër rrjetet sociale ku shihet se vetë terroristi Radojčić bashkë me grupin e tij, të cilët e përbëjnë pikërisht terroristët e tjerë që morën pjesë në sulmin në Banjsk të shtatorit 2023. Avokati nga Beogradi, Čedomir Stojković, ka akuzuar publikisht presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se ka angazhuar sërish Radojčićin dhe grupin e tij për të siguruar tubimet e tij politike dhe rezidencën e tij presidenciale. Stojković rikujtoi se Milan Radojčić është në listën e kërkuar nga Interpoli e po ashtu shpallur përgjegjës për vrasjen e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Kujtojmë se Milan Radojčić pranoi se ai vetë ishte organizatori i sulmit terrorist të shtatorit 2023 në Banjsk, e ku në krye të detyrës ra edhe rrështeri policisë së Kosovës Afrim Bunjau.